profili i një politikani dhe puna e një politikani nuk bën dot në fushat. Edhe po të duash nuk e bën dot në fushat. Ti në fushat përpiqesh që të tregosh njerëzve atë që do ndërtosh 4 vitet e ardhshme, po edhe atë bilanc që ke pasur. Nëse ka diçka që të gjithë duhet përmirësojmë, neve është kontakti me njerëzit. 3 vitet e kaluara të Partisë Demokratike nuk kanë qenë të lehta dhe nuk na kanë lënë që ta bëjmë atë punën që duhet me qytetarin. Se shpeshherë kur ti takon struktura partie, domosdoshmërisht është edhe fokusi i partisë, i debatit të brendshëm që nuk të lë që të ndoshta të fokusohesh te këto elementët që ne duam të ndryshojmë, tek cilësia e jetës, tek çmimet, ekonomia, pagat, taksa, pensionet. Këtë fushat, ndoshta unë e nxora pak më në pa në rrjetet sociale, por në çdo moment unë edhe shumë kolegë tjerë të njëjtën gjë bëj, derë më derë, nuk kam përtuar asnjëherë që të shkoj derë më derë, që vitin e parë kur unë kam hyrë në politik, kam kuptuar që forma më efektive është ti shohësh në sy, ti shtrëngosh duart edhe të flasësh, edhe të durosh dhe kritikat.